Kujtojeni Ibrahimin alayhi salatu wassalam, një pejgamber i madh, baba i pejgamberve. Ky pejgamberi Allahut azza wa jall për ta ruajtur tauhidin, për ta ruajtur besimin në Allahun azza wa jall, e kundërshtuar populli i tij, dhe kundër tij ishte edhe baba i tij, dhe vendosën me e kall një zjarr të madh dhe me vendos Ibrahimin përfundimisht alayhi salatu wassalam me e djeg, nga se ua ka ndryshu besimin e atyre që i kishin ndaj zotave të rënd, ndaj zotave të cilët i kanë dhënë me duart të tyre, e Allahu azza wa jall Ibrahimin e dërgoi që t'ja u tërheq vërejtjen nga zotat e maruar, e punuar me duart të tyre, dhe derisa Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur i thaj të gjithë ato zotat të cilët i kishin ndërtuar ata me duart e veta, është hidruar populli i tij dhe vendosën me e kall Ibrahimin alayhi salatu wassalam, e siç e dini kanë dhënë një zjarr të madh dhe e kanë vendosur Ibrahimin alayhi salatu wassalam në zjarr për ta djegur. Mirë po, Allahu azza wa jall për shkak duas që bën Ibrahimi alayhi salam e shpëtoi. Erdhi Gjibrili alayhi salam dhe i tha: "O Ibrahim, Adam që të ndihmoj." Tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam: "Sa i përket ndihmës sate, nuk kam nevojë. Dërsa sa i përket ndihmës së Allahut, tha kam nevojë për ndihmën e Allahut." Dhe tha: "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." I mbështetemi Allahut, e sa mbështetës i mirë është ai. Pra i mjafton Allahu azza wa jall çdo kujt i cili mbështetet Allahu te bareke ve taala. Dhe Allahu azza wa jall e urdhroi zjarrin dhe i tha: "Ya naru kun bardan wa salam ala Ibrahim." Tha: "O zjarr, bahu i ftat dhe shpëtim për Ibrahimin alayhi salatu wassalam." E nderoj Allahu azza wa jall pasi që Ibrahimi boni dua tek Allahu te bareke ve taala. Pra duaja, çish ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e dua yerudul qada, duaja e ndryshon kaderin e Allahu te bareke ve taala.